Si keni parë protestat, besoj keni ndjekur edhe nga Londra, besoj edhe nga Tirana. Si keni parë zhvillimin e tyre deri në këto momente, plusat dhe minuset apo leksionet që mund të nxjerrin në të mbledhur? Tani është vështirë të bësh një analizë gjithëpërfshirëse, shtëruese Ilir, sepse protesta është një ngjarje në zhvillim. Absolutisht. Jo, deri tani, Megjithatë, unë mendoj se për nga natyra, për masat gjeografike, përbërja, kjo është një lëvizje tashmë, do të thoja unë historike, për shkak se në 3 dekada përjashto lëvizjen studentore dhe protestat që kanë pasur mandej për rrëzimin e regjimit komunist, një kontekst historik edhe armët kimike ndryshëm. Shiko, armët kimike dhe protestat studentëve ishin të rëndësishme, ishin interesante, ishin organike, siç është kjo protestë. Megjithatë kjo ka për masa tjera, ka përbërje tjetër, edhe ka një objektiv i cili mendoj që i shkon në zemër problemit të Shqipërisë. Pra, godet modelin politik dhe ekonomik që është ndërtuar veçanërisht në 2 dekadat e fundit, është perfeksionuar në dekadën e fundit, cili në ndryshe nga Fatos Lubonja, e cili e teorizon si një ndërtesë mëkate. Unë kam një mendim pak ndryshe, po që është i ngjashëm atë që thot Lubonja. Unë gjykoj që aktualisht sistemi jon politik dhe ekonomik ngjan një piramide, ku në bazë është krimi organizuar. Për një narkoshtet. Jo krejtësisht, po nëse do më lejosh ta shtjelloj, ndoshta mund të krijojmë një ide edhe bashkërisht se çfarë lloj sistemi kemi ose çfarë lloj monstre kemi ndërtuar. Pra, një piramidë ku në bazë është krimi organizuar, i cili ushqen sipërmarrjen me para dhe sipërmarrja ushqen elitën politike që qëndron në majë të piramidës. Dhe kjo marrëdhënie e ka deformuar tërësisht demokracinë në Shqipëri, tregun, pra ekonominë e tregut, marrëdhëniet e individit me shtetin, me politikën, me qeverisjen, raportet tona shpeshherë, raportet e sipërmarrjes me njëra tjetrën e kështu me radhë, dhe shumë nga dëgjuesit tanë më thonë që kjo është e tmerrshme. Në fakt jo, ka dhe më keq. Sepse rastet e tjera në Amerikën Latine kanë treguar që kjo piramida mund të kthehet përmbys. Pra, sepse në momentin që krimi organizuar fuqizohet, mendon, por shiko, pse nuk jemi ne këtu në mes piramidës? Pra, pse duhet që marrëdhënien tonë me elitën politike ta ndërmjetësoj klientela e biznesit? Ne shkojmë vetë aty dhe jemi në kontakt të drejt për drejt me elitën politike. Vjen një moment që edhe në këtë pozitë, pra kur ndodhet në mes të piramidës, sepse ti e din, njerëzit kur bëjnë ekonomi duan pushtet. Ata shumë thjesht mund të thonë, shiko, mendoj që këta po e bëjnë shumë keq, pra do të jemi ne këtu në krye fare, e kupton? Ta drejtojmë ne këtë punë. Edhe piramida mund të përmbyset. Pra ne mund të shkojmë edhe më keq se sa kjo është jemi tani. Shumë interesant në fakt. Faleminderit që sollët dhe ndat me ne, por të bëj avokatin e djallit tani edhe pra ju keni ndërmjet ti konstrukti teorik mundoni të shpjegoni ekonominë shqiptare, sistemi politik e tjera me radhë. Por natyrisht duhen fakte mbështetëse, sepse po të isha në anën e qeverisë në këto momente, do thosha e para është marrë një ligj për dekriminalizimin, pra edhe ata politikanë që kanë qenë të implikuar dolën nga parlamenti. 1. E dyta, ne jemi duke avancuar me kapitujt e integrimit, kemi hapur të gjithë po përpiqemi të mbyllim. Dhe këtu ka disa kritere, të cilët duhet zbatuar në mënyrë rigoroze. E treta është SPAK-u dhe GKK-ja, e cila ka luftuar dhe ka goditur krimin e organizuar, sidomos me suksese ndaj krimit të organizuar në raport me korrupsionin në tjetër histori. Pra kemi pasur më shumë sukses dhe evidencat e kanë treguar Manival për shembull e kanë nxjerrë Shqipërinë nga Distagri dhe së fundmi Manival e ka kaluar Shqipërinë në një stat tjetër të pastimit parave që për 7 vjet nuk do bëjmë mas vizita në terren. Pra tregon që të paktën në letër Shqipëria ka kaluar detyrat e klasës. Për mos të pastaj që ekonomia shqiptare nuk është vetëm pronë të disa pak oligarkëve, sepse janë një pjesë e mirë të vetpunësuar, 39% është nga mesatarët më të larta në Europë të vetpunësuar jashtë sektorit bujqësor. Pra ka një konkueshmëri, pavarësisht se konkueshmëria është e biznesi i vogël dhe jo të biznesi i madh.